E gjitha kjo na bëri që t'ishim në një 5 mujor të parë me një trend mund të them të shkëlqyer në krahasim me problematikat që ne kemi, kuptohet. Pra po shkonin drejt një maj me rreth 16% më shumë rritje se sa kok për kok maj vitit kaluar, apo në 8.2% rritje 5 mujor i parë në krahasim me vitin 2025. Këtu pastaj patëm një frenim dhe një ndalim i cili më vjen shumë keq sepse unë nuk dua të dal në asnjë studio dhe as të paragjykoj, as të prek ndjeshmëri qytetare sa i takon protestës apo pjesës që protesta ka si institucion, si themi, lidhje me të gjithë ne dhe ka një ndikim edhe në kuptimin e të drejtës qytetarëve për të shprehur, pra drejtës tyre për të protestuar, lirisë që ne kemi punuar edhe luftuar një pjesë e jona shumë që të kemi sot, por nga ana tjetër kjo është një lokomotiv që po e nxorëm pa dashje apo larg qoftë me dashje nga shinat. Lokomotiva e ekonomisë shqiptare që është turizmi, pra industria e turizmit është shumë delikate dhe është shumë kritike dhe kemi një qershor i cili vjen me njëherë me një pikjat, ku ne kemi vetëm 1.3% rritje, pra në maj 16% rritje në krahasim me vitin e kaluar, në qershor 1.3% rritje në krahasim me vitin e kaluar. Në 5 mujorin e parë 8.2%, në qershor 1.3%. Është në krahasim me majin, kok më kok, 12.2 herë më pak rritje në qershor, dhe kjo vjen qartësisht për shkak të situatës të destabilizuar, mungesës qetësisë, mungesës sigurisë, që tek turisti, tek vizitori huaj, dhe këtu kanë ndikuar shumë për shumë në numra tek gjermanët, tek ata që janë të rajonit, pra ata që janë në rajon dhe na njohin, e din dhe natyrën tonë, e din edhe nxehtësinë, gjak nxehtësinë tonë, kanë oferta tjera, kanë alternativa tjera, mund të zbresin në Malzi, mund të shkojnë në Greqi, mund të shkojnë në vende tjera më afër apo dhe më poshtë, mund të shkojnë në Turqi e tjerë, dhe këta e kanë më kollaj me rrugët që Ballkani ka dhe me afërsinë që sot kanë gjithë vendet me konektivitetin ajror, për të mos thënë që dhe një pjesë e mirë e shqiptarëve, dhe këtu e them me shumë dhimbje këtë që po ju deklaroj, një pjesë e mirë e shqiptarëve kanë rimenduar planet e tyre të pushimit në qershor.